Detajet të tjera janë zbardhur nga dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej në seancën e shqyrtimit të dosjes Plumbi Art në gjykatën e posaçme. Alibej ka folur për bashkëpunimin me Nureddin Dumanin për të gjetur vrasësit e familjarëve. Ditën që jam liruar, kam takuar Arian Spahiun, kam qenë përdërues si rregull fillimisht me Encrochat, pastaj Sky etc. E kam kontaktuar Arian Spahiun, i thash jam në Shqipëri. Nureddin Dumani kishte kërkuar të takohej me mua. Kishte dëgjuar që unë jepja 100.000 euro për dikë që mund të vrasë Taloçelën dhe 200.000 nëse ma sillte të gjallë. Kisha 2 makina, për cilat nuk dinte askush veç familjes. Dërgoj Arianin të shkojë të merrte Nureddinin. Për të dija gjithçka, grupin që rrethohej. Takoj Nureddinin në të njëjtin pallat ku jetoja unë në katin e 7, ku jetonin kushërinjtë e mi. E bëra takimin 2 orë 48 minuta. E them këtë se e kam incizuar. E lash atë të fliste, isha i sëmurë shumë rënd, sidomos atë natë, po më shpjegonte se çfarë kërkon ti nga Taloçela. Më thotë edhe për festim qolin, por unë nuk e njihja. Ma përmendi si njëri që kishte bërë plane me të. Më tregon ekzekutorët e familjarëve të mi. Fill pas kësaj, më thotë kush janë ekzekutorët e 2 njerëzve të mi të afërt, Klevi dhe Aldo Baho, dhe më pas, edhe djalit të dajës tim 25 vjeç 6 muaj më pas. Më shpjegon se kishte kërkuar takime mua, por gjithmonë ma zvarriste. Nga të gjitha informacionet e mia ja vura në dispozicion. I kisha zbardhur të gjitha çka kishin ndodhur me vrasjet e familjarëve të mi. I tregoj foton e vllajt të tij, dashnor Dumanit, që kishte kryer atentatin ndërsa Taloçela ishte shofer. Më tha që nuk besonte se ishte vllai i tij, madje më tha që ka probleme me vllain. Unë i thash që ndro besnik. Unë vendos dorën në Kur'an që nuk e fal gjakun e vllait tim. Ai tregon edhe se çfarë i tha Nureddin Dumani për Dorian Shkozën dhe njohjet e vllait të tij Endrit Alibej me Hajdar Çopian, të cilin e kishte ndihmuar në vitin 2012 në Holland që të strehojë të niste punën në narkotrafik. Unë i tregova itinerarin e makinës që kishte qelluar nga të dy anët. Më tha ka qenë dhe një Dorian Shkoza dhe ka qenë me makinë tjetër dhe ka zbritur duke qelluar tek ana tjetër. Nureddini kishte hallë se Dorian Shkoza po e ndiqte atë. Vazhdon rrofimin e tij i penduar i drejtësisë.